Në kuadër të programit Siguria të rinjve, specialisti i Policisë së Shtetit Pëllumb Deda zhvilloi një cikël orësh mësimore me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit mbi rreziqet e substancave që ndikojnë në shëndetin dhe sigurinë e të rinjve. Kjo strukturë ka disa vite që Policia e Shtetit zhvillojnë disa tema, të gjithësisë me arsimor, publik dhe jo publik. Nga 10 tetori deri në mars kemi fazën e dytë, e cila është planifikuar temat e alkoolit, duhanit dhe drogës. Nërgjësohen, sensibilizohen, të cilën të ardhmen mos bëhen pjesë e përdorimit tyre, në mënyrë që trojnë shëndetin, dhe problemi tjetër që është dhe palishmëria për përdorimin e këtyre substancave të cilat janë palishme për minorenët. Programi Siguria të rinjve në shkolla pungjall interes në rritje tek nxënësit, të cilët tregojnë angazhim gjator dhe informuese. Kanë shumë interes nxënësit, sepse shohin që janë ingranuar edhe me pyetje në diskutime që bëjmë, pra janë përfshim në masë, kemi bashkëpunim, bëjmë edhe mbledhje që bëhen mbledhje i prindërve, bordi i shkollës, për shkak ne marrim pjesë në mënyrë që diskutojmë që të jenë sa më pranishme kjo, si shkolla qendër komunitare, policia që është pjesë e saj, pra në mënyrë që ne kemi sa më të eficient, në mënyrë që të jenë sa më të sigurt fëmija si në shkollë ashtu dhe në ambientet për të shkollës. Programi synon që nxënësit të marrin informacion të saktë dhe të kuptojnë pasojat e këtyre veprimeve, duke u ndihmuar të jenë më të mbrojtur dhe të ndërgjegjshëm për zgjedhjet e tyre në të ardhmen.